kafeja që po e punojnë këta punëtor brazilian pritet që të shtrejtohet. Krejt kjo mund të ndodhë pas tarifave të vendosura ndaj vendit të tyre nga ana e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump. E një prodhuesi kafes ka shprehur shqetësimin se i pari i Amerikës po ndërmerr veprime që mund të çojnë në një konflikt të mundshëm. Tani miku ynë Trump po provokon një luftë, në të cilën ne të gjithë humbasim. Mund të jetë një gjë e mirë për Brazilin, por ne duhet të përballojmë atë. E një tjetër i cili ka përvojë në kultivimin bujqësor tregon se kjo mund të ketë ndikim të blerësit. Megjithatë, ajo që do të ndodhë është që konsumatorët dhe industritë amerikane atje, të cilat blejnë kafein për përpunim apo paketim dhe shitje, do të duhet të paguajnë një tarifë shtesë prej 10%. Shqetësim për këtë tarifa ka shprehur edhe presidenti i Brazilit, Luiz Inácio Lula da Silva, i cili kritikoi taksat e fundit të vendosura nga homologu i tij amerikan, duke paralajmëruar se vendi i tij mund të marrë maza tregtare reciproke kundër Shteteve të Bashkuara.